të autorët është për të parë nëse këtu kemi të bëjmë një përfshirje të drejtë për drejtë një personi në konflikt, apo kemi persona të paguar. Paktën dinamika, mënyra e realizimit të vrasjes dhe mënyra e largimit nga vendi i ngjarjes tregon një lloj profesionalizmi. Por shumë fakti që nuk është gjoja, jo domosdoshmërisht mund të jetë distanca, mund të jenë dhe mjete të tjera ose armë të tilla, sidomos pistoletat të cilët janë me cilindër ose me bulli, të cilët e mbajnë gjojen. Rasti që në summit u ndan ato armët të tilla ishin që e mbajnë gjojen, ose mund të jenë dhe pistoletat modifikuara, të cilët janë të afta të mbajnë gjojen për mos qenë tek vendi i ngjarjes. Ose mund të ketë qenë distancë të afërt dhe ka pasur mundësi ta marrë, largohet bashkë me gjojen. Pra varet nga shumë faktorë, prandaj duhet përcaktohet ai që tham kqyrja e vendi i ngjarjes, viktima dhe nëse është gjendë të predha. Dhe pastaj mund të ndërtohet skema e asajt për të vajtur. Mund të shikohen kamerat e mundshme nëse kanë në zonë kamera, kamerat duhen para, gjatë dhe mbas atentatit, në mënyrë të tillë që të kemi element, për shembull targa makine, mjete të ndryshme, apo persona të cilët mund të kenë qenë rastësisht dëshmitar dhe mund të sjellin prova apo mund të ndihmojnë grupin e timor për të vajtur tek gjurmët e autorit. A ka policia indikite ose ndoshta referenca të këtyre individëve të cilët janë, nëse mund të quajmë, profesionistë në atë fushë që mund të merren me ngjarje të tilla të rënda për vrasje me pagesë kësaj natyre, duke shqetësuese disi si fenomen që ta trajtojmë ndoshta edhe në tërësi situatën, ëh. Nëse kemi të bëjmë me një person që vret me pagesë apo që i di të gjitha format se si të shmanget, se kjo është. Shiko, kur themi vrasës me pagesë, o janë të trajnuar, ose mund të vinë ish ushtarak, njerëz të cilët jo pak raste janë përfshirë në atentate sepse dinë të përdorin armën, dinë të realizojnë qitjen, dinë të largohen nga vendi i ngjarjes, dinë të ndërtojnë pritën dhe dinë të kenë qetësinë e duhur sepse duhet të kesh një qetësi të duhur në raport me momentin kur kryen një krim apo kur kryen një vrasje. Por jo domosdoshmërisht mund të jenë vetëm shqiptar, rastet dhe historia ka treguar që vinë dhe nga jashtë territorit, sepse është më e mundur kur vinë nga territorit më të largëta ose kur largohen apo vinë nga territorit huaja. Mundësia e lënies gjurmëve apo mundësia e njohjes formave të trupore apo forma të tjera që mund të vinë. Nëse nuk kemi identifikim të qartë fytyrës apo të elementë të tjerë, nëse në vendin e ngjarjes nuk ka elementë të cilët mund të ndihmojnë hetimin. Për shembull, një cigare e hedhur, një pakujdesi, detaje të tjera, të cilët nuk e di, do të jetë grupi hetimor që do të ndjek me vëmendje afër dhe përreth vendit të ngjarjes. Avokat, çfarë parashikon ligji për krime të tilla? Pra siç e thamë lart, ligji parashikon dënime që shkojnë deri në burgim të pritshëm, i cili është dënimi maksimal që parashikon Kodi Penal shqiptar, nuk ka dënime të rëndësishme. Dhe kjo, siç e thamë, lidhet me rrezikshmërinë shumë të rëndë që kanë këto vepra penale.